bukur me Brikenën për situatën mes Mateos edhe saj. Edhe kena pas bisedën rreth ndjenjave, a ka ndjenja ky person tek Brikena. U mendoj se Brikena do bëjmë muhabet për Mateon. Ti se ke pyetur Brikenën a ke ti ndjenja? A ka mundësi të përfundoj se të flas me përfundim. Nuk i intereson Brikena, i intereson loja dhe do të përfundoj. A ka mundësi për përçarje. A ka mundësi të përfundoj? Okej, vazhdoni. Si një shok i Brikenës. Vazhdoni. Ti jep mendimin tënd. Ti jepi këshill për mua të ishte okay. Po nga momenti që ti mund vjen gjes ke krevati, nga krevati ke koltuku, nga koltuku ke banaku, nga banaku ke pufet atje. Tu absolu gjatë gjithë kohës për një çështje që ti nuk ke lidhje fare. A ka mundësi të përfundoj? Ti bësh një bisedë miqësore me Brikenën për t'i dhënë një mendim të sinqert. A ka mundësi? E kam pasur një bisedë shumë të këndshme edhe thjesht momentin Mateo që shohet prej gjumit shkon me njëherë me debatu me 10 persona edhe pas 3-4 orëve i kujtohet Brikenës. A bën të përfundoj? A bën të përfundoj? Të folë realitetin. 3-4 orëve i kujtohet. Një djalë që çohet për kafe, është gabim, një që çohet vetë me lojën është gabim. A ka mundësi Selin? A ka mundësi Selin? Ki pak respekt. Ki pak respekt. A ka mundësi? Kur flasësh realitetin. A ka mundësi? A ka mundësi të përfundoj? Nuk e kuptoj se do jeni, vjen prapë. Por ju një djalë që çohet dhe bën kafe në gjest është gabim. Një djalë që çohet dhe i fokusohet te loja është gabim. Një djalë që shkruan poezi dhe nuk bëj dot është gabim. Cila është projekti A ka mundësi? Ti bashkë me Mirin. A ka mundësi të përfundoj? Ta mbaroj Mali, ta mbaroj. Dhe kom pyet, ata ka bënë një herë një kafe, kur u shumë mëngjes, ata ka bënë mëngjes, ai u ka kujtuar çdo gjestet e vogla me i bë çdo ditë që me ta tregu, që hey kom dinja për ty. Çdo gjestet e vogla janë shumë të rëndësishme. Nuk do më thonë me bëni surprizë. Dhe çka ka thënë? Nuk mund t'japësh ti këshilla dhe sugjerime për një histori që ti nuk je ndjeni fare. Sa i përket edhe misit, sa i përket edhe misit. Ti e di shumë mirë çfarë profesion, djom. E kemi diskutuar. O Mateo, o njeri, a ka mundësi ta mendimin? Nuk ka mundësi. Në qoftë se ti Mateo, ta lëm ta përfundoj, ta lëm ta përfundoj. Po pak do të flasë realitetin. Po tash realiteti sipas perceptimit të Mateo. A ka mundësi? Sa i përket pjesës dje, e ke ditë shumë mirë Brikena çfarë profesioni ka. Dje Brikena e pat mundësinë me shfaq talentin e saj, profesionin e saj, edhe ti më i thon Brikenës pse e ke bën këtë veshje kur shumë mirë e ke ditë çfarë profesioni ka. Mu më duket absurde. Ti mend se ke brendësi të mohabetit. Ti ja gjykove veshjen. Ti ke ditë shumë mirë çfarë profesioni ka. Pranoje Brikenën për Brikenën që është, jo për Brikenën që ti do të bëj. Ti që s'e kam pranuar. Jeti brendësi të mohabeteve tona. Dua të kaloj pak tani për diskutuar për një tjetër raport aty brenda që ka nisur të përkeqësohet, sidomos pas deklaratës fundit kur Miri dhe Selin shkëputën marrëdhëniet e tyre, deklarata e Gimbos që Miri ka patur ndjenja për Selin. Kjo ka bërë që raporti mes të dyve të përshkallëzojnë në debate të forta, madje edhe në disa epitete të cilat kanë qenë të rënda. Shohim.